طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Imi tek broshura e Sheikh Abdurrazak al-Badrit, hafidhahullahu ta'ala, djalit Sheikh Abadit, hafidhahullah, kemi arritur tek vepra shkak për të hyrë në xhennet. Do më thonë, mos të ha mendja që pa vepër ti mundesh direkt me shku në xhennet. Je potencial apo kandidat potencial për me shku në xhenem. Nuk themi 100% që personi shkon në xhenem, se mshira e madhe e Allahut subhanahu wa taala e te I kalon hidhrimin e Allahut azza wa jall në hadithin kutsi. Mirë, po ti je kandidat potencial për me shku në xhenem nëse nuk bën vepra, nëse nuk bën namaz, nëse nuk bën agjërim, nuk agjeron, nëse nuk e jep zakatin, ki mundësi me dhon zakatin, nuk e kryen haxhin. Gjitha këto janë shtyllat e Islamit ti që ki mu pyet në ditën e gjykimit me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Bile, edhe nëse bën vepra, pa mëshirën e Allahut azza wa jall s'kemi shku në xhennet. Edhe ti ja Rasulullah I kanë thonë, gruaja vet I kanë thonë, po thotë edhe unë. Pa mëshirën e Allahut nuk shkoj në xhennet. Përkundër asaj që bëjmë vepra, e ti që s'po bën vepra, ç'ish po menon? Që shohim disa shqiptarë të na, unë jam më I miri se sa I në saft parë, po, më I myti. Na prishe gjumin mëngjes, çdo mëngjes, me vite të tëra, apo, shkon në xhami, fale namazin, mundoju për hir të Allahut azza wa jall, ti ko ke më I mirë, apo? Nuk shkon kjo punë kështu. Në çdo ajet që ka ardhur besimi, më njëherë ka ardhur vepra, dhe vepra e mirë ka ardhur. Në argumentet e shariatit është përmendur se në ditën e kiametit veprat e mira që afrojnë tek Allahu subhanahu wa taala janë si një depo subhanallah. Domethënë, kur njeriu I ka në stok dosene, depo çashtu janë veprat e mira. Dalin para Allahut azza wa jall. Që me këto vepra ti arrin kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala, edhe shkak është për me shku në xhenetin e Allahut azza wa jall, thot Allahu azza wa jall, kurse ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira. Mënyrë, besojnë dhe bëjnë vepra të mira. Besimin e ki me zemër, rreth veprës, mënyrë e qet në pa, e qet në gjymtyr çat veprën e mirë. Do të jenë banor xhenetit, aty do të qëndrojnë për gjithmonë. Atje nuk ka më kufi. Nuk ka kufi. Sot për sot e kemi një jetë e kemi që e kemi kopertinën e parë të librit dhe kopertina e fundit është vdekja, dhe pas vdekjes më nuk ka limita apo barierë, më nuk ka kufi, ose xhennet ose xhenem. Ata që kanë me shku prej muslimanëve në xhenem për shkak të disa mëkateve, shkojnë një periudhë goxha të madhe sa kanë gjinohe, mirë, po në fund Allah subhanahu wa taala me mëshirën e tij ka më nxjerr prej xhenemit. Për shkak të Sheikh Haditit. Pastaj thot, cili do mashkull apo femër që kryen vepra të mira duke qenë besimtar, ne thot do ta bëjmë thot çka që të kaloj jetë të bukur, apo she, po të kallzon edhe në këtë dynjë. Cili do mashkull edhe femën që bën vepra të mira, Allahu subhanahu wa taala ja mundson këtë botë me pas jetë të mirë. Vallahi na I shohim elhamdulillah, kënaqësi kanë besimtarët me familjen e vet, me gruan e vet, me fëmijët e vet, me rrethin, I te I kalen shumë letë sprovat. Shkaku që bëjnë vepra të mira me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Pastaj thot, dhe do ta shpërblim sipas veprave më të mira që ka bërë, dhe një zë do t'i thras. Ky është xheneti që ju keni merituar për atë që keni punuar, të cilët engjëjt u marrin shpirtrat duke qenë të pastër, dhe thon shpëtimi qoftë mbi ju, hyni në xhenet si shpërblim për veprat që I keni kryer. Subhanallah, në ditën e gjykimit, kur dalin para Allahut azza wa jall, kur të vjen një zë edhe të thot hyni në xhennet. A ka kënaqësi më të madhe? Tër jetën je të bëj vepra të mira, tër jetën je të I kryej obligimet, edhe në fund po të vjen një zë dhe po të thot hyni në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala, që na tani jetën për çat xhennet jemi mundu me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, asnjërin vepra e tij nuk do ta fusë në xhennet. Çfarë subhanallah. Asnjërin vepra e tij nuk ka me fut në xhennet. Që shtash në fillim,
Mos ta ha mendje që ti pa vepra mush me shku në xhennet. Po na nuk themi 100% si thash. Ndoshta nëse don Allah subhanahu wa taala, ndoshta pak para se me vdekje bën një vepër madhështore, Allah subhanahu wa taala shkakun një vepër madhështore dhe e fal. E dini rastin që i ka dhon qenit me pime, lavirja, që i ka dhon me këpuc. Subhanallah. E që ka dhon një dhe më thonë e ka marrë këpucën e vetë, e ka mush me ujë, e ka dhon qenit, që ajo vepër u bo sebeb, Allah subhanahu wa taala e ka falë dhe ka fut në xhennet. Kështu se na nuk i gjykojmë njerëzit mi thonë një specifike që kjo në xhennet apo që kjo në xhenem. Për një vepër ka shku në xhenem për shkak të mocës. Pse? Na nuk e dim përfundimin. Veprat vlerësohen, ka thonë Muhamedi alayhi salatu wassalam, sipas përfundimeve. Nëse vepra jote e fundit apo fjala jote e fundit la ilaha illallah, ka thonë dakhala al-jannah, ka më shku thot në xhennet me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Thot do më thonë xheneti nuk do të jetë si zëvendësim për veprat, edhe pse veprat janë prej shkaqeve që të fusin në xhennet. Nëse gjithë këto të mirat i ka dhënë Allah subhanahu wa taala në këtë dynjë, boll ajrin që e thith, pa paraqi, o këtë veprat e mundshme ti bëj, prap nuk mundesh me zavendësu ato të mirat që ti ka dhënë Allah. Nuk mundesh me zavendësu. Veç krahasoj synin tënd. Që ti dur që shto, edhe rrini minut, pa, këshire se çfarë mirësi është syni. A peshohet vepra jote me çet sy, me vesh? Nuk peshohet vëlla. Është çështje madhështore që të ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Shneta në përgjithësi. Sahabët i thanë, oj dërguari i Allahut, as ty nuk kanë me të fut në xhennet veprat e mira, veprat e tua? Ai përgjigj, as mua, përveç se nëse mbulon Allahu subhanahu wa taala me mëshirën e tij. Subhanallah. Muhamedi alayhis salam i dërguami i Allahut, i sinqerti, edhe prap po thot për veten e vet, nuk më dërgojnë mu veprat përveç se nëse më mbulon me mëshirë Allahu azza wa jall. Ku je ti? Sa i ke bëu ti veprat e sinqerta për Allahun azza wa jall? Ku e din? Ndoshta në namaz shtu jemi fal, edhe nuk e dim sa jemi të sinqert me Allahun. A kemi bo, a se kemi bo për hir të Allahut? A kemi bo me na po dikush a mos me na po? Ku e dim na sa? Sa jemi të sinqert? E hadithi që thot për namazin, robi e merr shpërblimin e namazit 1:10, 1:9, 1:8, 1:7, 1:6, krejt, varësisht nga koncentrimi, varësisht nga sinqeriteti. Këto sene. Nuk e din vëlla. Sahabët çka kanë bë për agjërimin? 6 ditë para agjërimit kanë bë dua Allah, ma mëso me arrit në Ramazan. Masi që e kanë kryer Ramazanin, o Allah, 6 ditë tjera pranomi dhe më thonë veprat e mira, apo pranoja agjërimin gjatë muajit bekuar të Ramazanit. Dhe më thonë, 1 vjet kanë bë dua, 6 muaj me prit dhe 6 muaj me pranu. E na po menojmë që e krytëm edhe u kry puna, po? Gatishmëria selefëve për të vepruar me dituri. Ajo që sqaron më tepër është se gjendja mahnitse e selefëve, të cilët me të dëgjuar diçka nga pejgamberi alayhis salam, më njëherë kanë tregu gatishmëri të plot me e praktiku. A ka ardhur urdhri Allahut azza wa jall që alkoolin me lon. Rrugët e Medinës, subhanallah, jenë bo sikur lumenje jenë bo me një aspekt më stërzmadhej, që i kanë gjujt, i kanë derdh, dhe më thonë, verërat, vetëm si e kanë dëgjua jetin kuranor. Gratë e sahabeve, kur ka ardhur urdhri për më mbulu, s'kanë pyet, a është farz, a është sunet, a është mustahab, a është e pëlqyeshme, ku e diun, jo. A ka ardhur urdhri Allahut, u kry puna. Që kjo është muslimani mirë. S'kanë pas, i kanë marrë shoqeve të veta. Motra muslimani, tjerë e kanë marrë. Jo, dhe ka kohune, hajtë se e bëj. Dzedekja dhe haron krejt. Pastaj thot, është transmetuar nga Aliu radiallahu anhu, kur Fatime erdhi te pejgamberi alayhis salam për të kërkuar shërbëtor. Ai thot, atë tregoj për një gjë që është më e mirë se sa shërbëtori, kur të shkosh thot që subhanallah. Ma mirë se sa shërbëtori. Thot kur të shkosh në gjumë me fjet, thuaj subhanallah 33 herë. Alhamdulillah 33 herë, Allahu Ekber 33 herë. Aliu radiallahu anhu thot që atër kur e kam dëgjuar pejgamberin alayhis salam, kur më nuk e kom lënë pa e bot që dhikr.
Është një transmetim edhe 34, po. 2 transmetime, ç'është është. Më thonë edhe ky transmetim është, edhe këto 2 transmetime janë edhe për namaz. Ka për namaz 33. Edhe kjo është ç'është. Domethënë çka këtë hadith e transmeton Buhariu dhe Muslimi. Njëri nga të pranishmit zgjodhi një notë të vështirë në cilën njeriu mund të jetë i hutuar. Ka qenë betejë Sifinit, subhanallahu. Përkundër asaj, vllazni, që ka qenë betejë Sifinit, prap nuk e ka harru që të dhikër me e bo. Betejë, luftë, ama prap nuk e ka harru pa e bo. Ta kanë qenë sahabët e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Ka pas raste vllazni, dikush prej selefit, nuk më kujtohet saktë cilën dhikër e ka bo, çdo ditë e ka bo atë dhikër, një ditë nuk e ka bo atë dhikër, ka qenë caktimi Allahut subhanahu wa taala, e ka rrok paraliza në dorë apo diçka në trupin e tij. Për mi tregu që ky dhikër të mbron. Edhe mi dhon shembull të tjerëve, gjenerat pas gjenerate, që ky të mbron. Apo që shka një hadith i pejgamberit alayhis salam, që një smundje një herë në vjet sillet rreth njerëzve, rreth shtëpiave të njerëzve, apo? Edhe nëse nuk i mbuloni ato eld, të kap smunja. Edhe çka bën ti? E mbulon. Bile qoftë thot, nëse i ki, që për shembull gota është thot, mjafton çështo që më e bë. Çka çështo që? Nuk mundet mu me hy shejtani këtu. Mjafton që kjo, bismillah, çështo që. Ose e mbulon kështu. Çdo herë këqyni, se harrojnë, çika, gruaja, mundet me harru, e zgjumi, ku e diunë. Jetu fleti i fundit, shkon së doper dhe këqyre. Sepse bosh se be për një smundje. Pastaj thot Ebu Davudi ibn Ebi Hindi transmeton nga Nu'man bin Salimi, i cili transmeton nga Amr bin Aus, i cili thot: kur Ambese bin Abi Sufjan ishte i sëmur në prag të vdekjes, më tregoi një hadith që të kënaq kur ta dëgjosh këtë hadith. Ai më ka thonë, e kam dëgjuar, thot, Ummu Habiben, duke thënë, e kam dëgjuar pejgamberin alayhis salatu wassalam të thot, kushdo që i fal 12 rekate gjatë ditës dhe gjatë natës, Allahu subhanahu wa taala do t'ja ndërtoj një shtëpi atij, do t'i ndërtohet në xhennet. Cilat janë ato 12? Çto sunete që vi falim? 4, 2, drekës 6. Akshamit 8 fillohet prej, në hadith ka prej drekës fillon. 4, 2, 6, 2 të akshamit 8, 2 të yacis 10 edhe 2 sabat 12. Kushdo vllazni prej jush që i fal 12 rekate çdo ditë sunet, Allahu kam ja ndërtu një shtëpi në xhennet. Që do të thonë je në xhennet, apo? Ti kur ke shtëpi në xhennet, je në xhennet. Mirë. Nëse ndodh për shembull në herë që se fal 12 rekate, a llogaritësh që je falës i 12 rekateve, nuk llogaritësh, që e mërmenja? Nëse rregullisht e fal, llogaritësh. Për një çështje të caktuar je udhëtar, je i smut. Ka ndodhur, je i lotshëm shumë edhe si ke fal. Ti je llogaritës. Bile Sheikh Uthimin rahimahullahu taala thotë, nëse një person vazhdimisht tonën e tetë agjeron, për një çështje të caktuar s'ka agjeruar tonën e tetën, thotë i llogaritet sikur më agjeron. Pse se ky në vazhdimsi është duke agjeruar, domethënë e ka rutinë këtë gjë. Pastaj thot Habibi, thot, prej se e kam dëgjuar pe pejgamberit alayhis salam, kur më thot nuk e kumlon pa e vepru këta. Gjithashtu është transmetuar tek Buhariu nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, i cili thot, miku im më i afërt, domethënë pejgamberi sa më ka porositur, thot, në 3 gjëra. 3 gjëra, cilat janë ato? Ti agjeroj 3 ditë çdo muaj. Thot të fal namazin duha, edhe të mos flej pa e fal namazin vitër. 3 ditë cilat janë vëllazni? Ditët e bardha. 13, 14, 15. Në më thonë qka? 3 ditë, 3 gjëra më ka urdhruar pejgamberi, më ka porositur pejgamberi sasam, që me i bo edhe mos milion deri sa të vdes. Apo, pastaj thot një shembull i ngjajshëm me njërin ndër sahabët e rinj Umar ibn Seleme, i cili thot në kohën kur kam qenë fëmijë, një herë ndodhesha në prekrin e pejgamberit alayhis salam. Duke ngrënë thot, dhe nuk po merja ushqim përpara vetes.
Edhe thot, kështu që ai më tha, o çun, ty ka mësime, o çun. Tha kur të hash në fillim thuj bismillah. Pastaj tha ha me dorën e djathtë, edhe tha merr para vetës. Jo kur të hash më shku në fund atje krejt, po merr para vetës. Te na ka qenë tradit, subhanallah, o qitë për shembull një tepsi e madhe, edhe krejt kanë hongër me një tepsi. Edhe kjo është bereqet. Vonë na kemi pas kështu, pastaj i bënë me pjata, apo? Këtu i marrim dy dobi nxjerrim, që ulemai e kanë trajtu. Mas pari hadithi thot, kur ti e qet një ushqim, Allahu subhanahu wa taala lëshon bereqetin midis. Edhe e shkip. Një. E dyta. Nëse hajmë dhe përzihen jargët nëpërmjet lugëve njëri me tjetrin në ushqim, kushdo që i ka ra mësysh njëni tjetrit, i hiqet mësyshi shkaku i gjurmëve që ja merr tjetrit. Apo kuptoni? Sepse kur dikujt ti i bish mësysh, që ka thënë Muhamedi alayhi salatu wassalam, kur i sahabiu i tregoi? Me mor abdes, gjurmë me mor. Kur ti e lan gojen, alshot gjurmët, domethënë gjurmët jargët po. Nëpërmjet çati abdestit ti me godit në kokën e filonit apo fistekit, apo edhe me pi ujin e tij. Disa prej ulemave kanë thonë, kom lexuar një libër pa ta sfiguar dhe këtu e monin mend para shumë 5-6 vjetë, 7 vjetë. E monin mend, po, si të kurosh me rukje fetare, thotë çush më ja bo, thotë, çush më marr gjurmën e një person i cili e ka arsimtar për shembull. Po. Thotë mundesh me marr gjurmën edhe nëpërmjet dorës që e ka qit në reze, nëse lëshon në i djers, në i sen, me marrë dhe me qitë në ujë dhe me la trupin. Ka pas raste, thot subhanallah, është rukja e akuzimit quhet kjo. Rukje me akuz. Ç'shtu quhet. Edhe thot e ka pru thot një djalin e vet, një prind djalin e vet te one, edhe i ka tregu të shku në për mjek në Tanant. Plot pare të dhonë, subhanallah, gjatë të pare të i dhonë. Edhe s'ka shërim. Nuk ka shërim heq. U bloku njeri. Fëmija u paralizu. U paralizu dhe kur gjo mjekë s'un po bëjnë. E ka qute kjo sheku edhe sheku për thot. Thot, a po të shkon mendja që mos i kjera mësysh ti, mos i kjera dikush mësysh për familja? Jo, bre, thot, jo. Edhe tu kujtu, i kujtohet njëherë, subhanallah, kujtohet njëherë, thot, isha thot, me një misafir erdhi në shtëpi, edhe shërbej djali jam, tha, masi që shërbej djali jam dul për jashtë, ta ky hiq pa i thonë, masha Allah, ja livdoj shokut vet, djalin e vet, qëfar djali unë e kam, anë i këni, tap, si ka shku, tha në shtëpia i misafiri, djalin e ka kap smuja, ka qitë për toke. S'u ka kujtu që vet i ka ra mësysh. Edhe qka, atëherë merr tha gjurmë prej ti, merr abdes, pështym, gjitha këto gjëra, ka deshtë Allah subhanahu wa taala u shëru. Asa pare i ka dhënë për doktora, subhanallah. Për atë arsye unë e them, në kundërshtim me disa që thënë mas pari shko te mjeku, unë them ma mirë lexoj Kur'an. Se ma lehtë është. Që tu i ke vëlla, Kur'an. A të bën keq Kur'ani? Lexoj Kur'an vëlla. Bëra kemi një fati ashëruat. Nuk jemi kundër që mos më çuti mjeku. Çoj edhe mjeku. Mirë po, pse me Kur'an nuk po e bën? Edhe u shëru me lenë Allahu subhanahu wa taala. Ose për shembull, ka raste vjen dikush edhe mendon që të ka ra mësysh. Jetu pi për shembull, që bismillah. Gjurmë që to. Mundesh me qit ujë dhe me pi ti që aty ku ka pi aj. Në që to e në gjurëm. Edhe ulemaja thonë sikur po i lyp aj ato që i ka rëmë sysh, vetë shejtani. Me njetë të akuzimit, kur ti i bën rukje, me njetë të akuzimit që ati, nuk do me thonë që është e sigur kjo 100%, apo, nuk do me thonë, do me thonë ti kur ti lexon rukje, me njetë të akuzimit që ati mi shku menja, që filoni më ka bo mësysh, po jo 100%, së është të rrezikshme kjo me nuk kështu. Edhe me shku masaj filonit me thonë, merr abdes për vllose, i kemi një dyshim. Zakonisht më shumë abdes mësysh i bin kush?
familjarët e shtëpisë apo. Pastaj thot çështje tjetër, thot shpesh vërim se si të vegjlit çortohen edhe ndalohen për një gjë. Thot nga 2-3 herë, po prap nuk bën dëgjueshëm. Ndërsa ky person ishte çun, po e mori fjalën e Resulit alayhis salam dhe mo kur nuk e ndalej së bëri. Dhe më thonë, thame bismillah, u afru nga vetja, e afroj nga vetja, apo ushqimin, me dorën e djathtë, që shtot edhe hadithi pejgamberit alayhis salam, që kur Muhamedi alayhis salam as nuk ka dhonë, as nuk ka marrë për vetë se me të djathtën, me dorën e djathtë. Edhe me dhonë, edhe me marrë me të djathtën. Nuk lejohet me të majtën bëhen gjërat e fliqura, me marrë taret, mi la dhomt, këto hynë tek gjërat që duhet mi bu me të majtën. Ndërsa çka vrejmë që shumë të vegjël i çortojmë për një çështje të caktuar, por nuk u ngojnë fare hiç. Sufjan al-Thauri thot, s'ka asnjë hadith që ka mbri pi pejgamberit alayhis salam te unë vetë se unë e kum praktikuar thot. S'ka asnjë hadith që e kum dëgju për vetë se unë e kum shtim praktik, subhanallah. Pastaj thot Amr ibn Qais al-Malai thot, nëse të arrin hadithin nga pejgamberi alayhis salam, vepro me to qoftë edhe një herë në jetë. Një herë, nëse është një herë një jetë, bëje me lenë Allah subhanahu wa taala, ka për qëllim sunetet. Se wajibet, forzet këto, ajo diskuto që do të mi bo. Na po flasim për gjërat e pëlqyera, për gjërat që nëse ti nuk i bën, nuk i gjynat tek Allah subhanahu wa taala. Dhe thot spaku një herë një jetë bëj atë sunet pejgamberit alayhis salatu wassalam. Pejgamberi sa ka thënë, kushdo që e lexon ajetul kursin pas çdo namazi, thot nuk mbetet mes ti dhe xhenet, nuk mbetet mes ti dhe xhenetit pengesë përpos vdekjes. Çish kuptohet kjo? Ha? Hadithi thot, kush e lexon ajetul kursin pas çdo namazi nuk mbetet mes ti edhe xhenetit pengesë përveç se vdekja. Çka i bjer? Dhe më thonë, ti momentin kur ta thua ajetul kursin direkt po shkon në xhenet, po pengesa është vdekja. Si të hiqet vdekja, që ke barjer, ti veç po shkon në xhenet. Çto i bjer? Çat moment që jetu e bo, do më thonë, me tar vdekja ti veç ki me shku në xhenet. Çto i bjer kjo punë? Mi po pengjes, çka po të bën? Vdekja. Hajde ta mysim dikon dhe shkon në xhenet. A mi bjer ç'do? Nuk i bjer ashtu. Pastaj thot, nga Imam Ahmeti është transmetuar të këtë thënë, nuk kam shënuar asnjë hadith pa vepruar me të. Nuk kam shënuar asnjë hadith vetë se kum vepru. E ti kur ta shënon, edhe kur ta vepron ato, normalisht që kur më edhe nuk e haron atë hadith. Thot ka shkruar Musnedin i cili dihet se sa voluminos që është, sa që kam dëgjuar se kur pejgamberi alayhis salam ka bërë hijamën, i kishte dhënë hijamxhiut para. Do të thonë i kishte dhënë për punën që e bën si sunnet, si vepër e pëlqyer që pejgamberi alayhis salam ka urdhëruar që hijamxhiu, do të thonë ai që bën hijame, mi dhon, do të thonë me a pagu, do thot 1 dinar ja ka pagu. Nga dëshmiria se leve për t'i braktisur veprat e ndaluara, Buhariu dhe Muslimi nga Omeri transmetohet se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë Allahu ju ndalon të betoni në prindërit tuaj, kjo ka të bëjë me shirkun. Në çastin kur e dëgjonin hadithin, pavarësisht nëse kishte të bënte me urdhresa apo ndalesa, atë tregonin gatishmëri mahnitëse, më njëherë çonin në vend dhe siç tham, nuk pyestin a është fars, a është sunet, a është mustahab, a është mekruh, a është ku e diune, gjëra të tilla, terminologji të tilla, po ata më njëherë e praktikonin. Fillim si në kohë të ndarje. Fillim. Veç e kanë po, a ka po pejgamberi se sa më kry puna. Pse i kanë bo pastaj dietar të ndarjet, shkaku me ditë që ai e gjunaqçara si e gjunaqçar me ditë muslimani. Dhe i kanë bo ndarjet. Bazat e hadithit, bazat e fikut, tefsirit, ku e diune, shkaqet, gjitha këto gjëra i kanë bo që mi kuptu ma lehtë pastaj me lenë Allahut subhanahu wa taala. Ndër rastet si ky, është hadithi transmetuar nga Enesi radhiyallahu anhu, ku ai ishte shërptor tek Ebu Talha dhe një ditë kur ishte duke i shërbyer me alkool, para se të ndaloj, erdhi dikush edhe i tha. Alkooli thot u ndalua, ata menjëherë urdhruan që ta hidhnin për tokë për njerë. E gjujtën për tokë alkoolin menjëherë. Sunalën menjëherë, tak.
E ti i thu vllojt musliman, o vlla haram është. Haram është. Nuk është me kru, mi thonë. Është e papëlqyshme. Po haram ti i thu, si bën vërë zemra. Thot çka e gjujtën, thot sepse zemrat e tyre ishin mësuar dhe ishin të lidhura me të, dhe pra ata e hodhen me njerë dhe ajo ishte hira fundi që pinë alkohol. Një rast tjetër është, treguohet nga Ibn Abasi, se pejgamberi alayhis salam e vriti një unas të një person. Edhe e hodhi, ja mori pidorës, Muhamedi alayhis salam, unazën, edhe e hedhi për tokë. Edhe çka i tha? Tha dikush merr gocën e zjarrit dhe e vë në dorën e tij. Heki edhe e gjujti. Edhe shkoi Resuli alayhis salam. U çun sahabi tjerë thanë merre, edhe ose çoj te gruaja, se e lejuar është, ajo është edukatit, për ty s'është e lejuar. Ose thot përfito shit e përfito. Thot jo vallahi, një sen që e ka hek Resuli alayhis salam pi gishti tim në kur se prekim ato, ose ka prek. Edhe pse ligjërisht, fetarisht nuk ka ndalesë me marrë, jo me përdor, e shet ose ja çon grus, nuk ka asnjë problem. Mirë, po kur nuk e ka bo. Paramendo subhanallah, ka pas sahabi që jenë konë gjynëb, kur e kanë pa Resulin alayhis salam rrugës, nuk ja kanë zgat dorën, shkaku që jenë gjynëb, kanë shku në shtëpi, jenë la, pastaj jenë taku me Resulin alayhis salam, thot ku shkove, ku ike, po thot ja Resulallah isha gjynëb. Thot nuk doja që dora ime ta prek dorën tonë dhe të bekume. Thot subhanallah, muslimani nuk është i papastër, shpirtnikisht nuk është i papastër. Jo fizikisht, se fizikisht mund tjetë. Dhe Allah kur i ka potencu kufart në aspektin e papastërtisë shpirtërore është të papastër. Sa ata mund tjetë pastër fizikisht, apo? Ka pas raste kur sahabiu e ka taku Resulin alayhis salam një herë me dorë, dora ati më kur vendet e flishta nuk i ka prek. Kjo është për shkak dashurisë, nuk po themi që nuk lejohet, apo e kuptoni? Mirë, po për shkak dashurisë ndaj Resulit alayhis salam që e kanë pasur sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe pse kishte të lejuar ta merrte, ai nuk e mori për shkak të përkushtimit të madh për t'ju përmbajtur veprimit pejgamberit alayhis salam. Vepra është shkak i rrënjosjes dhe qëndrueshmërisë së ditorisë. Normalisht, nëse ti e bën një vepër, çatë vepër që e ke mësu ti e bën, atë vepër mo ti nuk e harron. Nëse ti e mëson dhe nuk e praktikon, ti kemi harru. Herdo kur kemi harru. Bile që kanë thonë disa prej shkencëtarëve, nëse nuk veprohet apo një vepër, nëna e mos harresës është përsëritja. Nëse nuk e përsërit, për shembull, një herë në vit është agjërimi. Edhe ose ku e diunë, haxhi, ose zekati, ose që shumë nuk trajtohen. Duhet të ankon mi bo refresh. Mi bo refresh sepse i harron. Bazën e ki, po gjërat e detajzuara i harron. Dhe për atë arsye duhet mi përsërit muslimani, të ankon. Jo vallone para 5 vjet e kom spjegu një libër, tash librin e njëjtë nuk pe spjegoj prap. Jo spjegoje, se ka nevojë, se harron sanet. E është mirë me i përsërit. Për kushtimin ndaj veprave është shkak i rrënjosjes, qëndrueshmërisë dhe fuqisë së diturisë, sepse thot nëse veprat braktisen, dituria humb. Dhe thot Aliu radiallahu anhu, dituria thirret me vepër, thot. Edhe thot nëse i përgjigjet vjen, nëse jo atëherë ajo thot shkon, është transmetuar nga Shabiu të ketë thënë për ta mësuar hadithin përmendsh, kërkoni ndihmë nga të vepruarit me të. A harroni çështjen e namazit kur heq? Se harroni, se të pankoni jeni të e buh. Këtë detajet i dini. E nëse disa synete nuk i keni bo normalisht që harrohen, kurse Ebu Derdaja është transmetuar të ketë thënë, nuk mund të bësh dietar pa qenë nxënës. Alim nuk mundesh më bo pa qenë nxënës. Dhe thot nuk mund të bësh nxënës pa vepruar atë që e ke mësuar. E mëson, pastaj e vepron. Vënia e diturisë në vepër ndikon më tepër në davet. Vënia e diturisë në veprim ndikon më tepër në davet se sa fjala pa vepër. Njerëzit i këshyrin veprat, fjalë shumë nuk i këshyrin. Sa je i përkushtum në dinin e Allahut subhanahu wa taala, për këtë tregon edhe fjala e Allahut për Shuaibin, unë nuk dëshiroj të bëj atë që ju andaloj juve.
Dhe më thonë, unë pju ndalej juve, ndërsa unë e vetë me bu, apo? Kamata haram e qëtë hoxha, merë kamat. Pra mëna. Ose thot Malik ibn Dinari është transmetuar të këtë thënë nëse dietari nuk vepron, atëherë këshilla e tij do të rrshqas nga zemrat, ashtu siç rrshqet pika kur bie mbi gur. Nga Ma'muni është transmetuar, thot më tepër kemi nevojë që të na këshilloj dikush në vepra se sa me fjalë. A keni vërejt vllaznin e erë që në shtëpi tora më shumë me vepër ndikon se sa me fjalë. Me fjalë s'ta merr as baba, as nona, as kërkush. Me vepër ta marrin më shumë. Nëse ti dje e kon njëri keq në familje, dhe kur ja ke nisë më falje, bo ma i mirë me familjarët e tu, që kjo ndikon më shumë, e jo të kundërtën. Ti ku t'hish në fe, hala ma i keq më bo. Atër çka i bie? I bie që ti pjaqelish derën familjarëve tu me e shajt fejnë Allah Azza. Hebre sa i mirë e kon, e sa i keq o bole qëtash. E për kundrazi, ti du të mi dhonë shambull familjarëve dhe rrethit gjërë të muslimanve, që ty të ka bot të mirë feja me lena Allah subhanahu wa ta'ala, thëtë Allah Azza wa Jalla dhe bëna shambull për të mirë, Suratul Furqan ajeti 73, njeriu nuk mund të jetë shambull për të mirë përveç se nëse grumbullon të kaj cilësitë e mira, po përmend një rast prekës, thëtë Sheikh Abdurrezzaki. Edhe për neve vlen kjo, për këtë musliman, për besimtar. Na pasu sunetit, që kjo është ma keqja. Njerë vizitova, thot, një xhami. Një të mëshuar në xhamin në të cilën fale, thot. Edhe thot, a ishte i badexhi i madh dhe qëndronte shumë në xhami, sa që e priste namazin pas namazit, që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sa është fortifikat. Pi namazit namaz me prit pe drekës 100 ditë, më net në xhami. Unë e përshëndeta me të edhe bisedova me atë plakun, Sheikh Abdurrezaku. Thot, masha Allah, pi tham, lagjën tuaj ka konsiderueshëm nxënës dije. Ka konsiderueshëm talebe, nxënës dije apo dietar, që e mësojnë dinë dhe ju japin të tjerëve. Dhe thot, a i than, lagjën tonë dhe përsëriste disa herë në shenjë mos pajtimi. 3 herë, 2 herë, 3 herë, lagjën tonë, tha? A lagjën tonë për thush që ka nxënës dije? Pastaj tha, po, a i ma kthe o birim, tha. A i që nuk kujdeset ta për falin e namazit me xhamat, nuk është ta nxënës i dijes. Subhanallah. Dhe me ka nxënës dije këto. Ka një shehi që ka nxënës dije. Ama, o ti sheh, unë e pisho që namaz sabaj, qaj nxënës i dijes, qaj hoxha, qaj talebja, nuk peshon në namaz sabajt. E qysh e merr ti dijen prej atij Allah? Namazi ma i rund, që ka thonë Muhamedi alayhi sallam? Për munafikat, cilë është? Sabajt dhe jatsis. Pikrisht që ato 2 namazet i mos me shku. E mu konë nxënës dije hoxh. Para menot, qëre hoxha? Në 2 aspekte hoxha merr gjuna. Në një që s'po i përgjigjet e zonit, është, dhe më thonë, imam s'është imam, dhe e dyta, e merr rrugën haram. A di që bërësia islame e ka aty letrën në fund, e ka me shkrujt aty, që ke dalë, sa vakte ke dalë dhe sa vakte nuk ke dalë. Ka pas rast një muezin, më ka të regu ma herët, me 2 xhamia tjera, edhe, tha po vjen imami për ma bon, tha, shkrujve që jem kona, po koptan. E aty në fund për thot për hirtë, Allah të kalëzën i drejtë. E qysh me më shqyt? Pëse se u pjullit rruga, po koptan, më njëse. Tash këta 2 anë marrin gjunahe. Edhe s'pi përgjigjen, apo, në një, që urdhër është një përgjigj, pejgamberi sa më ka thonë kushdo që dëgjon ezanin dhe nuk i përgjigjet është, nuk i pranohet namazi, merr gjuna dhe i pranohet, normalisht. Edhe në anën tjetër për merr rrugën haram e ka. Domethënë për ushqen familjen me haram. E një nxënës si ti, ç'shmja marr fjalën tash? Kur ai s'mundet në sabah me dal namaz sabat. E namaz të jatsis, sidomos namaz sabat, dhe jatsis nuk ka arsye tim vllazni. Pse nuk ka arsye tim? Se sabah nuk jem punë ti vëllai, 5 sati, 6 sati, ai jem punë? Si jem punë? Krye, shkon punë dhe kry puna. Jatsia mirë, që hajde po e zomë është në punë deri në 7 gjatë dimrit, 6 sati s'u mbekën kret në rregull. Ama kur je në shtëpi, kur e ki xhamin çatë, mon çështja nuk është e lehta. Po, kurse në kohën kur njerëzit qëndrojnë natën, është shumë duke u neglizhuar namazi sabat. Do shta ka raste kur dikush e ka lënë natën, thot me debat shkencor. Ka pas rast dhe lyke a i gore një vlla. Ta pse s'dore namaz sabat, e kum pas një debat fetar. Ta natën kum bot debat fetar,
me do bidatxhi kështu, edhe smujta me dalë namaz sabahit. Ka tek i Allah. Kur gjësë bënajt debatin nëse në sabah s'ki dalti. Se shejtani kur s'mundet këtë veprat me t'i lonë, ata që të parsorën ta hek, ta qëtë këtë tjetrën. Ta natën ti me boj ibadet Allah në zogjel, namaz nafile me falë, nëse nuk e falë namazin e sabahut, ka të ki. Thonë namazin sabahut është farz vllaje. Pastaj thot edhe sikur ti kishte ikur namazin sabahut për shkak të leximit Kuranit, prap do të ishte haram për të dhe do të bënte mëkat. Namazi më i vlefshëm tek Allah është namazi sabahut me xhamat në ditën e xumah. Në ditën e xumah më i vlefshëm. Për këtë e din më së miri imamët e xhamive, sepse dita e xumah është ditë pushimi shumicën e shteteve arabe, jo tek ne. Edhe tash kur muslimani ditën e xumah, ditën e ajit e punon, po ditën e xumah ka pushim, atëherë ç'a bën rrin tan natën ku ta shohin sabah vjen namaz sabahut. Edhe thot tregojnë imamët e xhamive që nuk vinë muslimanët në namazin me xhamat ose vjen me përtaci i vonuar apo ku e di unë. Pastaj thot ku mbeten gjurmët e diturisë, nëse kjo ka të bëjë me farzin për të cilën më së pari do të pyetet njeriu në ditën e gjykimit. Për farzin disa tip i thush vetit pasuesi sunetit. Pasuesi selefit. Pastaj thot Allahu ti kërkohet ndihmë për vënien e diturisë në vepër, thot Allah kërkoi nga ti dituri të dobishme, risk të mirë dhe vepër të pranuar, çuçi kemi thënë në dersin e kaluar, për këtë shumë me vend që pasi të falësh ditën ta fillosh me këtë dua, çortimi i atyre që nuk preokupohen me vepra e Buhurerës. Fjalët e Buhurerës, shembulli i diturisë që nuk veprohet me të i ngjason shembullit të një thesari që nuk shpenzohet në rrugt të Allahut. Dhe thot Imam Ahmedi është pyetur për personin që angazhohet shumë në shënimin e haditheve dhe është përgjigjur, thot ai do të veproj aq sa ka mësuar hadithe, pastaj ka shtuar shpenzimi i diturisë është sikur shpenzimi i pasurisë. Dhe thot sepse sa më tepër shtohet pasuria, aq më tepër shpenzohet zekati i saj. Sa më shumë që ki parë, çaq më shumë duhet me dhënë zakat. Sa më shumë që ki dije, çaq më shumë duhet me shtu ibadetin, apo me shtu veprat e mira. Hatib el-Baghdadi thot pasuria nuk ka vlerë nëse nuk shpenzohet, ashtu edhe dituria nuk i bën dobi atij që nuk vepron. Njeriu duhet të mendoj mirë për veten e tij dhe ta shfrytëzoj kohën, sepse vdekja thot është afër, rruga është me rreziqe e kështu me radhë. Pastaj thot Ibrahim Ibn Edhemi i kishte thënë një njeri, Allahu thot lutmuni mua se do t'ju përgjigjem. Mirë po thot unë po shoh si është halli ynë, thot, kur ne po lutemi, por nuk po na pranohen duat, thot. Këtë them këto. Shumë jam lutem po na pranohen duat. E kanë thonë këti dietari. Çka Allah i kësaj? Ibrahimi është përgjigjur për shkak të 5 seneve, 5 gjërave. E para thot, e keni njohur Allahun dhe nuk i keni kryer obligimet e tij. E dyta thot, e lexoj Kur'anin dhe nuk e veproni me të. Keni thënë e duam pejgamberin alayhis salam, e keni praktikisur sunetin e tij. Keni mallkuar iblisin, thot për në anën tjetër e ushqeni atë. Se the keni hoç turk, the ke ju e gjujtët shejtanin me gur atje, ta shejtani juve pyetën me gur. Ose shkon atë e merr kpucën edhe e gjun shejtanin aty në xhamarat që është. Në kohën e haxhit. Si nevoj me gjujti, ose tjetëri si kallash e ka bo aty të gjujt. E keni po? Pastaj thot e 5 e keni anashkaluar të metat e juaja dhe jeni preokupuar me të metat e të tjerëve. Abdullah ibn Mu'tezi thot dituria pa vepër është sikurse pema pa frute, ma'ruf el-kerhi, thot kur Allah ja do të mirë një robi, ja hap derën e veprave dhe thot ja hap derën e fjalosjeve dhe polemikave. Nëse e sheh që tërkohë një për polemika, ta ka hap derën Allah subhanahu wa taala të problemit të mos veprimit. Dhe thot ndërsa kur një robi ja do të keqen, ja hap derën e fjalosjeve dhe polemikave dhe mbyll derën e veprave. Hasan al-Basri kur kishte dëgjuar disa njerëz që po polemizonin, thot me zëveti, thot këta njerëz janë mërzitur nga ibadeti, thot. Edhe janë të marrë me debate të kota. Nuk po them që në herë debat duhet bëhet, se edhe Ibn Abasi ka bërë debat me Khawarist. Apo mirë, po jeta jote me qenë veç debat, ti ki mu largu, ka me të smu zemra, ka me të shtrëngu zemra,
nga debatet e tilla. Sufjan ibn Ujejne, nëse dituria nuk të bën dobi, ajo do të bëj dëm. Pse? Se ka më konë kundër te në ditën e gjykimit. Dhe thot Hatibi, thot domethënë nëse dituria nuk i bën dobi, atëherë thot argument ka me qenë kundër ti dhe përfundoi këtë broshurë thot me një porosi të madhe të Hatib el-Baghdadit, një dietar hadithi i madh, i cili në librin e tij thot porosis ty onzën si dijes, thot të kesh sinqeritet në kërkimin e dijes. Kur filloni me kërku dije, mas pari rregulloni zemrën e juaj me Allahun azza wa xal. Pastroni jetën, për çka po shkoni. Që shka në hadithe, mos me marrë dije me debatu me njerëz. Me thonë, unë të mësoj edhe të bona, ma i dishem edhe t'i qes për toke njerëzit para meje që i kam. Jo, qëllimi jotë më kom për hir të Allahut edhe me përhap të vërtetën. Dhe thot të japësh mund për të vepruar me të, sepse thot dituria është sikur pema dhe frutet e saj janë veprat, sepse nuk konsiderohet dietar ai që nuk vepron me dijen e tij, dhe a ka gjë më të ulët se sa një dietar diturinë të cilët thot e braktisin njerëzit për shkak të metodës së tij të prishur dhe domethënë sjelljes së tij të prishur. Isha me një tafërm të një mjek, të një kardiolog, e dërgova, sjellja e atij të bën që unë kur më mos më shku te ai mjek. A di sa ka ndikim sjellja? Vesh një sjellje, një buzëqeshje, një mjeku, ai bëlli ka ato problemet e veta pacienti, edhe ti ku të rinush me Torina apo të folish fjalë djathtë të shmajt, çfarë do të atë? Me zër me shku. Alhamdulillah ka doktora të tjerë që sillen mirë, njëta gjë është edhe me hoxhën. Ai ka problemet e veta, ti bëlun hajgar me to. Sillu mirë. Sepse me sjellje të mirë ti afron njerëzit. Dhe ajet kuranor ka sigur ti ishe sjellur ashpër me mushikët, me idhujtarët, ata s'kishin me të pranuar deri në takimin e radhës. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërbleft.